Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë video. Unë jam Eda, edhe po e filmoj këtë video për herë të dytë, sepse gjeni se çfarë kishte ndodhur, mikrofoni nuk kishte regjistruar audio, ndërkohë që drita ishte jeshile ndezur, edhe pse po pulsonte dhe nuk e dija se çfarë ishte dhe nuk e kontrollova dhe ja ku jemi sërish. Sot dua t'ju tregoj shpejt produktet e reja që janë bashkuar koleksionit tim, edhe pse kam folur për një low buy, do të them që ky është një bashkëpunim. Të gjitha këto produkte janë nga area Asian Beauty, nga C Beauty, ndryshe nga që kemi dëgjuar Korean Beauty, K-Beauty. Këto janë kineze, C-ja, as in Chinese. Të gjitha këto produkte janë të blera tek C Beauty Mall, të cilat i zgjodha vet, i bëra të gjithë procesin e pas se si vinin të paketuara, çdo gjë ishte top tier, edhe jam shumë entuziaste t'ua tregoj edhe juve. Ndryshe kur blen në një platformë specifike të një brendi, dhe është ndryshe kur mund të bësh shopping tek një platformë që i ka të gjitha brendet më të famshme, më në zë, më virale, dhe mund të zgjedhësh produkte që do nga firma të ndryshme. Për momentin kanë edhe një ofertë me 129, nëse s'gaboj do a shkruaj këtu, dollar blerje, përfitoni dhurat një set me vlerë $79 me make-upe të ndryshme. Unë do t'ju tregoj se çfarë mora dhe menjëherë do t'ju tregoj një nga freebit që mora unë, pra sepse unë e bëra tamam procesin e blerjes. Më sollën dhurat me blerjen këtë pasqyrën shumë të famshme. Kjo është pasqyra nga firma Girl Cult, është kjo firma kineze që mund ta keni parë, unë jam fiksuar me Google në TikTok. Rekomandimet e saj kam marrë të gjitha, edhe kjo është pasqyra e famshme jeshile, që mendoj që kjo maska është e inspiruar nga tradita kineze e maskave dhe artit. Tani, ky make-up im është pak crazy, sepse kam përdorur një nga paletat që është këtu, kjo jeshilja tjetër. Sigurisht jam munduar ta bëj pak make-upin me ngjyra, për të nxjerrë potencialin e plot të kësaj paletës. Nëse i njihni si formë, unë e kam një tjetër paletë të kësaj firmës, kjo është firma Cheer Yep në anglisht, edhe duket kështu. Kjo është paleta që ka të gjitha xixat, edhe e kisha në listën time. Nëse mbani mend, kjo ishte paleta ime e parë nga firma, edhe është kjo paleta me këto ngjyra të gri, por që ka dhe disa shimmers, ka një të zezë me pak xix, shumë e bukur për përditshmëri, dhe siç e shikoni e kam përdorur mjaftueshëm, dhe këtë e përdora sot për lookun e sotëm. Siç e shikoni, ky highlighteri është kjo ngjyra këtu, sepse shumë nga ngjyrat e këtyre paletave, po dhe produktet tjera që kam marrë, janë duochrome. Ngjyra të thjeshta kemi pafund, tani na interesojnë këto që janë me shimmers, metalike, kaq të bukura duochrome. E adhuroj, dhe tek syt kam përdorur këtë si highlighter, që është i gjithë ky highlighteri. Kam përdorur dy bojqellet, kjo edhe kjo, tek vendet ku shihni bojqell, edhe kjo portokallia është portokallia që shihni si detaje, edhe mendoj që ka dalë very nice. Kisha shumë kohë pa parë veten me kaq shumë ngjyra, pa eksperimentuar, pa bërë këto vijat e make-upeve kështu, sepse kohëve të fundit sigurisht është edhe më në mod kjo clean beauty, por mendoj që po rikthehet. Kjo paleta shumë e bukur, ua sugjeroj këtë firmë se ka këto paletat e mëdha që janë cilësore dhe ofrojnë ngjyra shumë të bukura. Nuk e di nëse ju thash, mund të përdorni kodin Eda Vorfi për zbritje të mëtejshme në porosin tuaj. Pra, mund të përdorni kodin Eda Vorfi për zbritje, varësi të blerjes suaj fitoni ekstra zbritje në të njëjtën porosi. Përpos dhuratave edhe freebies që mund të vinë, që janë tjerë, se dhe i shifni çdo gjë tek website. Unë mezi vendosa se cilën doja realisht, shikoni pak sa e bukur është. Duke vendosur këtu klipet jazz, sepse i kam filmuar me dritën e diellit që na bekoi në Gjermani. Magjia e këtyre ngjyrave, si thash, është tek duochromizmi. Edhe shikoni pak këtu, shikoni këtë të kuqen, e po unë e shoh gold, sepse realisht ne unë këtu nuk do e kap dot, sepse po themi kam vetëm një source of light. Shikoni këtë goldin, me siguri do e shikoni këtu që i kap të dyja ngjyrat. Shikoni pak sa roz duket kjo. Pra është komplet, kjo duket kështu si gold, ndërkohë është kështu si silver. Shikoni gold, silver. Kjo këtu është realisht është komplet e verdhja, këtu mund ta shikoni pak jeshile. Unë me sy të mi tani e shoh gold jeshil. Në kamer e shoh të kuqe, se u fiksova duke parë aty. Kjo paleta është shumë e bukur, ka këtë pasqyrën, le ta heqim këtë. Tada! Le të bëj pak swatch këtë. Oh my god.
god, so pretty. Ku ta vendosëm këtu tani? Këtu tek pjesa e jashtme. Amazing. Të gjitha këto ngjyrat të pa krahasueshme, do thoya unë. Girl Cult kishte disa versione të kësaj paletës, siç e thash, edhe më pëlqen se jep përveç se versionet fotot e secilës, jep edhe nga një look që i shoqëron, por unë për çdo gjë që po kërkoja, çfarëdo që më pëlqente nga website-i futesha në TikTok edhe googulloja komplet në TikTok këroja komplet emrin e produktit dhe gjeja se ku kishte swatches, se realisht këtu e kupton fuqinë e medias sociale. Përpara kemi patur vetëm YouTube-in edhe futeshim YouTube, kërkoja buskuqe specifike dhe uroja që një youtuber t'i kishte gjitha dhe t'i kishte bërë swatch të gjitha me qetësi dhe dashuri që unë ta kuptoja cila nga këto më pëlqente më shumë. Kështu që kjo është e bukur e social medias. Unë do bëj look e pafund, do t'i keni në Instagram, TikTok, YouTube Shorts, kudo. Ju vetëm bëni një like dhe koment sepse realisht më ndihmon shumë. Edhe kjo është shumë e bukur. Por, një nga produktet më virale që mund ta keni parë është ky blashi, kjo është nga Girl Cult. Jep një numër 18 këtu, nuk jam e sigurt si që thash, por mund të shkruani Girl Cult Black Blush, sepse është ky blashi këtu dhe ju besohet që unë akoma nuk kam vendosur dhe provuar në fytyrë as këtë as atë tjetrën. Shikoni pak sa e bukur është me këtë diellin me një sy. Edhe looks amazing, t'i bëjmë pak swatch, edhe pse do e prishim, por nuk ka problem. Videot e kemi bërë, duket kështu e kuqe. Beautiful, shumë e bukur, edhe ka dhe kemi pasqyrën, duken si këto produktet që kanë patur gjyshet tona. Më thënë, gjyshet tona s'kan pas mundësi, se Shqipërisë s'kan pas asnjë gjë, po gjyshet amerikane kanë patur në për çantët e tyre dhe stërgjyshet, domethënë. Shumë e bukur, shumë klasike, very elegant me pas të çanta. Tani, për një produkt shumë të rëndësishëm, nuk e di sa dallohet nga make-upi që kam bërë, se kam përdorur shumë ngjyra, por një halli imi ka qenë që nuk kam patur një kontur të ftohtë, duke qenë se unë kam në tonalitet neutrale të ftohtë. Kam përdorur për shumë kohë dhe këtë ka vite që e kam, këtë paletën Too Cool for School për kontur dhe kam përdorur këto ngjyrat më të hapura. Realisht kjo është shumë e ngrohtë, siç e shikoni, është bronzer ndoshta, po fakt e shkruan powder bronzante. Nuk kemi pas të tjera, do të thënë për kontur, përgjithsisht konturi ka shumë vite që nuk është në modë, është ky bronzeri, po mua nuk më pëlqen bronzeri dhe më në fund kam një palet, jo një palet, por 10 palet. Kjo është nga Judy Doll, shumë e famshme, do të thënë nëse jeni në Asian Beauty TikTok ose tek TikToku kinez që është ajo Shang. Kjo është një nga produktet që do shihni më së shumti, është paleta e Highlight and Contour nga Judy Doll, kjo është nuanca 01 besoj, edhe duket kështu amazing. Ka 2 ngjyra gri, do me thënë janë më gri se që shoh unë që më dalin në kamer, janë një më e hapur dhe një më errët, edhe është perfekte për e shikoni me zi dallohet, tregojnë që është fix për mua, po vendos këtu anash hundës. Ja, shikoni që është tamam hije. Okej, bëra një hije të çuditshme tani, por bëra një hije të çuditshme, por këtë nuk e se do dallohet. Ka këtë për highlighting. Unë vendosa përpara, do e vendos sërish, sepse realisht do të parë fuqia e kësaj pudrës. Kjo bën këtë ndriçimin e zonave ku doni ju, po sigurisht këtë pjesa e syve. Edhe bën këtë highlighting matte që mendoj që po rikthehet në mod. Mendoj koha e 2016-s, make-up i rënd, glam, ngjyra dhe xizat po rikthehen, sado që Clean Beauty Girl is here to stay, nuk është se do ikë kund, por që kjo duket kështu, është nga produktet të preferuar, që janë më së shumti entuziaste që i vura sytë dhe e mora, edhe këtë po e përdor për ditë, po e përdor edhe për pjesën e syve, si kontur, hundën, everything, domethënë, sepse është një ngjyrë shumë neutrale që duket shumë bukur me lëkurën time, se më përshtatet, kështu që dhe ju, edhe nëse nuk keni njëshi, po dyshi, mendoj vetëm 2 ngjyra kishte, jam e sigurt që do ju bëje punë. Tani unë e kam bërë këtë lookun çik vampi, sepse tek produktet e buzëve që janë këto të pesta, tek video që e filmova më përpara nuk e kisha njërë nga ngjyrat se e kisha te çanta, por kur e pas që duhet ta rifilmoj video thash you're gonna get the 5th lip product.
Okej, ka marrë 5 ngjyra të ndryshme. Realisht këto nuk e se janë cheap, por that's what a collab is for. Që unë t'ua tregoj çfarë funksionon dhe më kanë impresionuar pothuajse të gjitha. Tani, çfarë them unë, çfarë mendoj unë kur them që ngjyra dhe produktet të veçanta. Tani nuk është se mua më mungojnë produktet, besoj këtu i dalloni disa nga buskuqet të bullet, se lip glosset i kam këtu poshtë, por ky është një nga produktet më të veçanta dhe t'ju tregoj dhe këtë kutinë. Shikoni pak, edhe kjo kuti është kjo firma Uhue, maybe. Dhe duket kështu, ka besoj disa ngjyra, po unë mora sigurisht këtë që është bërë viral, që është kjo vempi e kuqe, do e vendos edhe këtu nga afër, edhe siç e shikoni është kjo ngjyra këtu që unë tani vë një shtresë të pestë. Është kjo si stain, si lip stain, që në varësi të sa aplikoni, sa shtresa, mund të bëhet më intensifikuar, më natyrale, por është kjo ngjyra tip vampireske, do me thënë, që bën çdo look shumë dramatik, edhe mund të vendoset me produkte të tjera, ose mund të përhapësh. Unë për ta dhënë edhe pak xixa nga paleta me ngjyra, sepse why not? Kjo më ka pëlqyer shumë, është një nga blerjet e mia të preferuara. Nëse ju pëlqen të bëni një look më dramatik, ju duhet një kuqe errët, sepse realisht duhet ndonjëherë disa ngjyra të errta, kjo ju duhet gjithashtu. I love this one. Një ngjyrë që është normale, por më pëlqeu kaq shumë, edhe kjo është nga firma Girl Cult, edhe qartësisht Girl Cult ka paketimet dhe produktet më të mira, ka shikoj pak të paketimin kështu me këtë diellin, paketimet më të bukura, por edhe produktet më cilësore. Shikoni pak si hape kjo, ishte shumë interesante. Kishte këtu këtë lulen si diell, edhe këtu, very nice, very dark, aesthetic. Edhe ka marrë këtë ngjyrën që ishte kështu si e kuqe burgundy, I don't know. Nuk e imagjinoni sa bukur duket tek buzët. E kam thash kishte lipstiku që kisha në çantë, sepse provova një ditë duke aq bukur sa e mora në çantë edhe e kam riaplikuar. Mbas 4 orësh kjo pothuajse është zbehur, themi ajo pigmenti opak që duket shumë velvet, shumë i bukur, por kishte qëndruar në një ngjyrë të njëtrajtshme gjatë buzëve, kështu që ishte shumë nice për long wear. Kjo më pëlqeu shumë, edhe ndoshta është më 59-a, se është vetmja e shkruar që mund të lexoj. Kalojmë tek një ngjyrë tjetër që mund të ishte pak a shumë normale, por nuk më pëlqeu sepse ishte pak striki, domethënë nuk aplikoj një trajtshme. Kjo ishte nga firma Hyuntor. Kjo me sa duket kishte këtë paketimin kështu si lepurush. Edhe duket kështu. Kjo është pak si Leila me nën ton shumë të ftohtë, blu. Në lëkurë dhe tek kamera duket pak si kaf me nën ton blu. Mua më pëlqeu si ngjyrë shumë, edhe tani më pëlqen, por mendoj që doja aplikoja me furçë ose me një aplikator tjetër. Kur aplikon me këtë aplikatorin e vet, domethënë direkt në buzë, nuk aplikohet e një trajtshme, gjë që kur është ngjyrë kaq e errët të hap punë. Një nga ngjyrat e preferuara që mora është kjo nga Project Moon, edhe kishte këtë paketimin cute, por minimalistik mund të themi, me këto hënat këtu, edhe këtu që shkruan Project Moon. Kjo është një ngjyrë si beige, që kur bën make-up të çuditshme si puna ime, por edhe për të patur një ngjyrë neutrale për raste make-up shumë dramatik, kjo ishte shumë e bukur dhe duket në buzë pothuajse komplet beige, komplet si ngjyrë lëkure. E adhuroj. Kjo sa i vjen era çokoladë, gjë që nuk jam shumë fanse, por këto produkte të tjera dhe shumica e produkteve për buzët nga firmat kineze me sa duket, nga këto eksperjenca ime tani, ju vjen aroma vaj trëndafili, which is good, I like it. Përpara s'ka pas pëlqyer fare asnjë gjë me trëndafil, tani më pëlqen. Këtë ua sugjeroj shumë. Shikoni pak tani, më thënë këto realisht janë ngjyra shumë të bukura, ngjyra të veçanta. You tell me. Dhe për produktin më të veçantë, që gjithashtu kishte një paketim shumë të bukur, që ishte sërish kjo me këtë diellin, por edhe diellet dhe hënë më duk mua, është kjo, ky labeli nga Girl Cult, edhe ky shumë i famshëm, totalisht viral, siç e shikoni këtu, është një label duochrome. Dhe unë tani do ta tregoj prapë për të disatin herë.
Këtu besoj dallot pak jeshili, po këtu dallot jeshili, ja ku është jeshili, edhe blun, po thuaj se ju nuk e dalloni. Këtu ndoshta dallot pak bluja, dalloni blu apo më duket më. Gjithsesi, kjo është unë me sy të lirë shoh blu. Në kamër del jeshil. This is how it works, nuk kemi çaj bëjmë. Edhe bëjmë një swatch. Unë sërish e shoh blu këtu, pa atje është jeshil, nuk e di, është fantastike se si funksionon drita. Kur e përhap, është pothuaj se vetëm një label me pak refleks metalik, edhe që e bën ngjyrën të zezë, por nëse e ndërton, unë do i vendose gjithsesi xixa nga paleta, e krijon këtë efektin duochrome, shumë e bukur. Paketimi të le vetë, domethënë flet vetë, s'ke nevojë, këtu shkruan Girl Cult, edhe qartësisht Girl Cult ka produktet më kulte. Velam atë letrën neve, futa këtu. Ta fshi këtë para se të më bëjë pis. Nuk na kanë mbetur shumë produkte. Mora këtë primerin nga Kaleidos, e futa se unë këtë firmën e kam njohur prej shumë kohësh. Nuk e di nëse po t'ju tregoj paketimin e njihni dhe ju, sepse ishte kjo firma që kishte këto eyeshadow me ngjyra shumë të bukura, cilësore, highlighterat, kanë qenë kështu me planetet, edhe unë nuk e dija fare që ishte firmë kineze, mendoj që ishte firmë amerikane, edhe doja të merr një eyeshadow primer. Kur erdhi, u kujtova që unë kam dhe një eyeshadow primer tjetër, dhe prapë asnjëri se përdor, kështu që nuk e di. Por që duket ne se kam provuar, it's good. Për highlighter, ju e dini tani njerëzit s'po përdorin më highlighter, dhe realisht më highlighter i bukur se ky këtu, që është edhe duochrome, që është pak si verdh, pak jeshil, I love it. Ky këtu nuk ishte gjë. Ky ishte nga kjo firma Zizi ose Shishi, se Z-ja në kinesisht zakonisht lexohet sh, kështu që është një shishi highlighter në nuancën 01. Ishte edhe një 01 dhe një 02, por realisht nuk duk se kishte një diferencë madhe. Pak zgënjyes, sepse nuk është fare kështu. Okej. Thash pak shumë zgënjyes. Është shumë kështu, këdi përshon, po ta bëj të hunda kështu, përt. Bëhet hunda me skilqe. Sepse me pak fjallë duhet ta... Oh my god, që i bëra hundës. Mire kam të gjatë dhe i bëra highlight se këmaja hundës dhe dali hundës si 2 metra. Ok, better now. Me pak fjallë kjo nuk e seua rekomandoj, po ishte cute, thash, mendova se do ishte super highlighter, por nuk ishte. Gjithsesi, nëse bëni make-up komplet të thjesht me ngjyra neutrale, nëse vendosni pak fare këto xixat tek pjesa e syve, mund t'japi këtë shkëlqimin shumë natyral, shumë të vogël, ndoshta për në shkollë, po t'isha në shkollë do vendosja këtë, se ka që lehtë sa është, do dalloj vetëm në disa raste. Tani, produkti interesanti para fundit, por realizatori balmet ishin shumë nice. Kjo është një palet nga firma Into You. I'm a little bit into you, thot tute paleta. Unë nuk e njihja realisht, kjo është eyeshadow-ja numër 02, edhe duket kështu, më pëlqen shumë ngjyrat, prandaj e mora. Kjo ngjyra jeshile do doja të kishte qenë shumë më e pigmentuar, nuk është shumë e lehtë. Ndonjëherë firmat aziatike i kanë vetë, jo ndonjëherë, por shpesh herë i kanë produktet eyeshadow pak të zbeta, sepse ata vetë nuk para përdorin make-up shumë të rënd apo ngjyra shumë të forta, kështu që nuk i bëjnë shumë të intensifikuara ngjyrat. Por si palet për ditëshmëri ose për t'u marrë me vete më pëlqeu shumë. Këto ngjyrat, për shembull këtë green, këtë për të erthuar, kjo ngjyra e ngrohtë kafe, për lëkurë të hapur si imja funksionon shumë mirë. Këto shimrat shumë të bukur, do thoya që këtë do doja të kishte qenë shumë e butë, por jo shumë e pigmentuar, jo shumë e fortë. Ndërsa këto të tjerat janë shumë nice, më pëlqejnë. Kjo është kështu si xixë. Shikoj pak sa e bukur është, shumë e ëmbël, shumë e thjeshtë. Kjo është nga këto kështu gri, për të erthuar ngjyrën, domethënë këto të gjitha janë ngjyra që përshtaten shumë mirë për luke natyrale. Do të thënë për ditëshmëri, po xixat shumë veta nuk i bëjmë për ditëshmëri. Më pëlqeu shumë kjo. Kutia vetë çuditërisht ishte shumë e thjeshtë. Që tek videoja tjetër sërish kisha harruar fare që mora
edhe 2 furça. Nëse gjërat i kam vendosur më njëherë në përdorim dhe haron njeriu, domethënë u kujtova për furçën vetëm kur pas këtë paketimin. Mora këtë furçën që është shumë e famshme për shpërndarjen e foundationit, kështu si një vi e holl, një stres shumë e holl. Realisht e përdorim ndonjëherë shpeshherë më shumë foundation apo BB cream apo whatever produkt më shumë se duhet. Aplikojmë shumë, unë që kur kam filluar përdor atë spatulën e vërej që nuk kemi nevojë për shumë produkt për të një trajtësuar të lëkurës. Së parat kur ke për mbuluar tjetër muhabet. Dhe mora dhe këtë furçën që është kështu e holl fare, shikoni pak sa e holl është. Kjo për të vizatuar detaje ose për të sfumuar ndonjë ngjyrë këtu ose për të bërë penel me eyeshadow, që është një nga mënyrat e mia të preferuara për të patur penel. Edhe më pëlqen. Kjo realisht nuk më duk ndonjë kush e di. Mendoj që kjo ishte një freebie, ishte një puff nga firma Hjontor, që kishim atë labelin, këtë labelin kështu, buskuqet. Edhe e pas kam bërë një chickpeas, po unë këto i kam shumë qef. Unë po thuaj se s'po përdor më sponxha, po përdor vetëm këto për të aplikuar foundation, për të përhapur korrektorin, pa humbur atë intensifikimin, domethënë që do të fus brenda se do ta marr në Shqipëri. Sepse do shkoj në Shqipëri për pak ditë edhe do më shihni atje, e sigurt. Me thënë një në teatr, do më shihni nga media sociale që jam atje. 2 produktet e fundit njerëz, mbyllëm. 2 produktet e buzëve që i mora kështu si gjëja e fundit, edhe realisht shikoni që ishin të bukura se i bëra soq pak përpara. Shikoni pak si vinte kjo, pak si kështu si kërpudh, very very cute, nga firma Novo. Moisturizing Crystal Lip Jelly, kishte këtë aplikatorin që qëndron këtu në mes, edhe e merr produktin kështu dhe e aplikon tek buzët. Shikojni pak tani ngjyrën. Kur e shoh më kujton ato reklamat e Asian Beauty, edhe kjo ngjyra kështu very glossy për buzët. Do të jetë fantastike. Pastroj një qikës, që mos të fusim atë. Edhe të pendojmë pastaj. Me sa duket këto nuk do i jepen do kujt, se kisha plan mos i mbaja. Edhe produkti i fundit. Përpos një magneti që ishte kështu si freebie, Get Rich, do i vendos se siguri kam bërë foto. Ky magnet ishte shumë i lezetshëm, ishte me motivet e vitit të ri kinez, sepse më erdhën nga fillimi i shkurtit, mesi i shkurtit. Edhe o pëlqeu shumë, e kam vendosur direkt tek frigoriferi. Kjo është produkti i fundit, duket si kas AirPods, por në fakt janë produkte për buzët, ka këtu aplikatorin gjithashtu, dhe më bëri shumë përshtypje ngjyra. Kemi një label pothuajse kaf, unë nuk kam një label kaf, dhe një ngjyrë velvet të ngjashme me këto potët e fues, që mua më kanë pëlqyer shumë. Por realisht mendoj që për formulat të tilla duhet aplikator. Njëherë te kjo duhet aplikatori se s'bën, se s'ke si e nxjerr, po prandaj mendoj që këto ka nevojë gjithmonë për një aplikator kështu silikoni për tu aplikuar sa më mirë. Kjo ngjyra është e bukur, është e ngrohtë, do kisha preferuar ndoshta diçka më të ftohtë, por shikojni pak labelin. Labeli ishte kaf, bëjt këtu. Marrim pak më shumë. Shikojni? Kjo është këtu. I'm excited. Nuk e di juve. Njerëz, kjo ishte holl. Kjo drita e doli shumë e fortë tani, kjo drita që kam këtu. Bete. Nuk e di, jam shumë entuziaste. Nesër jam për fluturim, kështu që s'kam bërë gati akoma çantën, edhe pse do e lë bosh, sepse dua të marr gjëra kur të vi, por që uroj shumë të ketë pëlqyer kjo video edhe të keni marrë disa ide. Këto produkte të gjitha mund t'i shihni tek profilet e mia, sepse po krijoj look, e kam filmuar dhe do filloj t'i postoj dal nga dal. Mos harroni më bëni follow nëse s'më keni bërë akoma, Instagram, TikTok, tani më kam 2 TikToke, siç ju kam treguar, një anglisht e një shqip. If you want, bëni subscribe të dyja. Edhe mos harroni bëni like kësaj video, sepse realisht më ndihmon shumë. Edhe më thoni, keni provuar produkte kineze make-upi përveç atyre që jemi mësuar t'i marrim, apo kemi qenë të vogla dhe i merrnim te tregu, atëherë vetëm ato kemi patur.
Për t'ua kujtuar edhe një herë, këto janë ofertat që gjeni te Si Beauty Mall. Mos harroni përdorni kodin EDAVORFI për zbritje, përpos dhuratave që merrni as gift with purchase, edhe freebies që vijnë gjithmonë kur porosisni tek websajte të tilla, kështu që realisht jasht problem. Ju po fort edhe do shihemi bashk në videon tjetër.